Partia Socialiste mlodhi këtë të martë kryesin ku caktoi emrat që do të garojnë në 5 bashkitë e tjera të vendit pas Tiranës, ku Gerta Manastirliu u zyrtarizua si kandidatja e parë nga ana e të Majtëve. Në mbledhje ishte i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama, ndërsa emrat e kandidatëve i njoftuan drejtuesit e qarqeve. Kështu për te Pelena do të garojë Gramo Saku, ish drejtuesi i Gardës së Republikës, institucion prej nga u dërhoq në shkurt të vitit 2024, ndërsa në mat do të jetë Altin Bojni, që u propozua nga vetë strukturat. Ervin Ceca nga ana tjetër do të kërkojë fitore në Bashkinë e Beratit. Është një figurë qytetare beratase, një familje me tradita në qytet dhe patjetër mishron atë çfarë Berati ofron nga pikpamja e kulturës dhe traditës. Është normale që Bashkia Berat do të vazhdojë me intensitet transformimin rrënjësor që ka përjetuar gjatë viteve të fundit, dhe ato projekte madhore të cilat dhe Këshilli Bashkiak ka qenë i përfshirë, patjetër do të vazhdojnë me hapa të sigurt në të ardhmen dhe më të mirë për qytetin e Beratit. Por surprizë do të jetë kandidatura e Vlorës, ku socialistët kanë zgjedhur që të garojnë me një deputete. Menduam që të kishim një kandidat për këtë pjesë të mbetur të mandatit që do ishte edhe me eksperiencë manageriale për të mbuluar gjithë atë vakum të krijuar nga dorëheqja e kryetarit bashkisë, po dhe një figurë politike me një eksperiencë në politik po aq të gjatë. Dhe besoj se kandidatet që sapo miratuam në kryesi i plotson këto kushte dhe ajo është Brunilda Mersini, deputeti aktuale e Partisë Socialiste të Qarkut Vlorës dhe një nga ish drejtuesit më të suksesshme në Bashkinë e Vlorës në gjithë këto vite ku Partia Socialiste qeveris në Vlorë në gjithë Shqipërinë. Brunilda Mersini u zgjodh në parlament në zgjedhjet e 11 maj 2025, por tashmë ajo do të hiqë dorë nga mandati për të garuar për Bashkinë, kurse në CRIK PS do të ketë kandidat Florenc Dokën, i cili është kryetari komanduar që prej emërimit të Andi Sallës si ministër në qeveri.